Skenari i ndarjes së çiftit Briteo vazhdon me postimin e fundit të Brikenës. Skenari për një krisje mes Brikenës dhe Mateos po merr gjithnjë e më shumë vëmendje në rrjet, ndërsa postimi i fundit i Brikenës duket se ka shtuar edhe më shumë dyshimet për një ndarje të mundshme të çiftit Briteo. Pasi pak ditë më parë u vure se në rrjetet sociale ishin fshirë fotot e përbashkëta dhe ishin bërë unfollow, një tjetër detaj ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve. Në Instastorin e fundit, Brekena është shfaqur duke drejtuar makinën natën, por ajo që nuk kaloi pa u komentuar ishte mungesa e unazave të famshme. Ndjekësit vunë re se Brekena nuk mbante as unazën që i ishte dhuruar nga familja dhe as unazën që vetë Mateo i kishte bërë dhuratë, detaj që ka ndezur menjëherë aludimet në rrjet. Jo vetëm kaq, por edhe kënga e zgjedhur në sfond nga Brekena është interpretuar si dis i qartë pas ndarjes, ku në tekst femra i drejtohet ish partnerit me tone zhgënjimi dhe distancë emocionale.